Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Samiti I NATO-s nisi sot në Ankara me fokus rritjen e investimeve në mbrojtje dhe sfidat e sigurisë euroatlantike. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në ceremoninë e hapjes, ndërsa Shqipëria raportohet se ka kaluar për herë të parë pragun 2% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtjen. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kritikuar ashpër NATO-n dhe Spanjën duke akuzuar Madridin për mungesë kontributi në aleancë. Ai deklaroi se nuk dëshiron marrëdhënie me Spanjën dhe kërkoi shqyrtimin e kufizimit të lidhjeve tregtare me të. Ndërka qeveria spanjolle ka reaguar me qetësi ndaj deklaratave të Trump, I cili kërcënoi me ndërprerjen e lidhjeve tregtare me Spanjën duke e quajtur partner të dobët në NATO. Madridi thekson se marrëdhëniet me SBA mbeten të forta dhe se lidhjet ekonomike mes dy vendeve janë të dobishme për të dyja palët. Trump deklaroi gjithashtu në samitin e NATO se armëpushimi me Iranin sipas tij ka përfunduar. Trump kritikoi udhëheqjen iraniane dhe tha se nuk dëshiron të humbas më kohë me negociatat, ndërsa la të hapur mundësinë që ekipet diplomatike të vijojnë bisedimet. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u bëri thirrje aleatëve evropian të NATO-s të shmangin hapa që mund të dobësojnë unitetin e aleancës dhe lidhjet transatlantike. Në samit, Erdogan tha se përpjekjet e Bashkimit Evropian në fushën e sigurisë duhet jenë të koordinuara me NATO-n dhe jo të krijojnë struktura paralele. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Erion Beliaj është drejtuar gjykatës së lartë me kërkesë për ndryshimin e masës arrest në burg dhe lirimin e tij. Mbrojtja pretendon se masa nuk është proporcionale, kërkon heqjen e qëndrimit në kafazin prej xhamit dhe argumenton se arresti po pengon ushtrimin e mandatit të kryebashkiakut. Është vënë në pranga zëvendës drejtori I kadastrës Dibër që më herët ka mbajtur edhe postin e drejtorit Daniel Gjura. Kujtojmë se ky I fundit ishte shpallur në kërkim nga policia pasi ndaj tij është caktuar masa e sigurisë arrest me burg për veprat penale mashtrimi dhe falsifikimi I dokumenteve kryer në bashkëpunim. SPAK ka dërguar për gjykim 15 personat akuzuar për trafik ndërkombëtar droge dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Sipas hetimeve, grupi ka trafikuar mbi 8.1 ton lëndë narkotike, kryesisht kokainë nga Amerika Latine drejt disa vendeve të Europës. Hetimet janë zhvilluar në bashkëpunim me autoritetet e disa vendeve europiane dhe agjencinë ndërkombëtare të zbatimit të ligjit. Një konflikt mes të afërmëve ka përfunduar me plagosjen e Kamës ku një 16 vjeçar ka goditur me thik xhaxhan e tij. Ngjarja ka ndodhur pas një konflikti mes tyre, ndërsa I mituri është arrestuar nga policia pas ndërhyrjes së uniformave blu. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së martës. Një shpërthim e tritol është regjistruar mëngjesin e sotëm në Kruj, ku lënda plasëse ishte vendosur në një automjet tip Fiat. Nga ngjarja pati vetëm dëme materiale, ndërsa policia po heton pasi kamerat e sigurisë kanë fiksuar autorin e dyshuar duke vendosur eksplozivin. Dyshimet paraprake lidhen me një mesazh paralajmërues ndaj pronarit të makinës. Një efektiv policie dhe 2 shtetës janë arrestuar në kuadër të operacionit Basti I fundit për lojra fati të paligjshme dhe shpërndarje narkotikësh. Efektivi Lutfi Dervishi dyshohet për shpërdorim detyre dhe organizim të basteve, ndërsa gjatë kontrolleve u sekuestruan pajisje elektronike, lëndë narkotike dhe municion. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të veprimtarisë. Lajme nga rajoni. Komisioni I Qendror I Zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Lëvizja vetëvendosje siguroi 53 mandate, PDK 22, LDK 18 dhe AAK 7 ulëse. Pas certifikimit pritet nisja e procedurave për formimin e institucioneve të reja, përfshirë konstituimin e kuvendit dhe zgjedhjen e qeverisë. Sport. Janë përcaktuar 4 çiftet çerek finaliste të botrorit 2026 pas kualifikimit të Argentinas dhe Zvicrës. Francë, Marok hap fazën e çerek finaleve më 9 korrik, ndërsa më pas luhen Spanjë, Belgjik, Norvegji, Angli dhe Argentinë, Zvicër. Gjysmëfinalet zhvillohen më 14 dhe 15 korrik, ndërsa finalja e madhe do të luhet më 19 korrik në New York. Parashikimi I motit. Në vijim pritet mot pjesërisht I paqëndrueshëm. Në Bregdet priten kthjellime, ndërsa në pjesën tjetër të vendit do të ketë vranësira. Rreshtet të dobta lokale shiu parashikohen në zonat malore, ndërsa në Alpe priten shtrëngata afatshkurtra. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Edicioni informativ I radhës është në orën 17. Unë jam Edi Hallaçi. Unë jam Ersila Doko. Kjo është Top Albania Radio.